Një ditë para se të kalonte afati ligjor i zgjedhjes së kryesuesit të Asamblesë Komunale të Malishevës, partitë opozitare të kësaj asambleje të mërkurën ndryshuan qëndrimin e diriteshëm. Ata vendosën të mos e bojkotojnë seancën, duke shpëtuar kështu Malishevën nga zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pas 3 seancave të bojkotuara, këshilltarët opozitar Malishevas qëndruan në sallën e Asamblesë Komunale për të zgjedhur kryesues të kësaj asambleje, Enver Hotin, nga Iniciativa Qytetare e Malishevës. Unë e kuptoj jashtëzakonisht mirë se asambleja është platforma më e mirë ku mund të zhvillohet demokracia dhe mund të zhvillohet aktiviteti i nevojshëm dhe i duhur për monitorimin dhe kontrollimin e punës së qeverisë zyrtare. Dhe mendoj dhe ju ftoj të gjithë që në këtë pikë të jemi të fuqishëm, të jemi të vendosur dhe të jemi kooperativ dhe me komponentat e bashkuara të kontrollojmë dhe të monitorojmë punën e zyrtarit dhe të qeverisë së tij. Kundër kandidatët e Enver Hotit në zgjedhjet e fundit lokale ishin Jonus Kastrati nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Adem Berisha nga Partia Demokratike e Kosovës. Hoti doli fitues pas raundit të tretë të votimit duke marrë 15 vota karshi 14 votave sa mori Jonus Kastrati. Asamblestët e lëvizjes vetëvendosje nuk votuan asnjërin prej kandidatëve, meqë sipas kësaj lëvizjeje asnjëri prej tyre nuk paraqet alternativën e duhur. Partitë opozitare në Malishev kishin bojkotuar mbledhjen e asamblesë me kërkesën që Iniciativa Qytetare e Malishevës të ndante pushtetin ekzekutiv me ndonjërin nga partitë e tjera. Por këtë gjë e kishte hedhur poshtë vazhdimisht kryetari i Malishevës. Nëse dhe këtë herë do të dështonte zgjedhja e kryesuesit, Malisheva do të duhej të zgjedhte edhe një herë tërë asamblen bazuar në atë që parasheh ligji për vetëqeverisje lokale. Ky ligj parasheh që nëse një muaj pas konstituimit të Asamblesë Komunale nuk zgjidhet kryesuesi i saj, asambleja shpërndahet dhe organizohen zgjedhje të reja. Instituti Demokratik i Kosovës mirëpriti zgjedhjen e kryesuesit të Asamblesë së Malishevës, duke thënë se asamblejistët bojkotues kësaj radhe treguan seriozitetin që duhet ta kenë karshi interesit të përgjithshëm qytetar dhe mbajtjes së përgjegjësisë institucionale.